Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi të akojnë vetëm Allah subhanahu të lusë dhe ati për gjërom që të lavdroj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellë. Të ndohë lezër, jetën këtë botë prej veçurive të dukshme që i ka, mes tjera që ka dhe një disponim mes njerëzve për me bo gara. Saksisht, që kjo ndjenja e njerëzve për me bo gara me llojin e vet është domethënë natyrshmëri. Nuk është diçka e sforcuar. Po natyrshëm njerëzit e ndjejnë për me garu me llojin e vet. Mirë po, në gara ekziston një farë rregulli përgjithsisht, i shkruar edhe i pa shkruar, që kur të garon dikush, garuesi të mos kenë dallim shumë të madh mes vete. Garuesi të mos kenë dallim të madh mes vete. Saksisht përcaktohet një farë kriteriumi që kush bëhet pjesë e garës, garë e kategorisë rënë ose kategorisë lehtë, mirë po matjet kryesisht janë matje me aspektin e jashtëm. Dhe është e pamujshme me matën me aspektet e brendshme. Ndërkaq, edhe pse konstatohet që këta janë të barabartë ose të njëjtës kategori me garu, realisht janë të pabarabartë me disa matje të tjera të cilat janë vështirë të matshme. Për shembull, garojnë dy veta të njëjtës moshë. Edhe konsiderohet që gara ofer, se të njëjtës moshë janë. Mirë po nuk mundën me matë ata për shembull për mbushjen emocionale dhe rahatin familjare. A kjo mundet me bëj shumë dallim. Mundën më kanë dy vetë u garu, po ky emocionalisht është shumë më i shëndosh sa tjetri. Ose për shembull, garojnë dy veta që kanë të njëjtin kualifikim, të njëjtin shkollim, po nuk e kanë të njëjtin fjalabi për shembull procesimin e shpejtë të mendimit të informatave. Edhe rrjedhimisht kjo është e pamatshme, edhe këta kur hinë në garë janë të pabarabartë. Ose për shembull, hinë njerëzit në garë ose dy palë njerëzish për klasës njëjtë shoqërore. Edhe klasës i takojnë njëjtë, por nuk i takojnë fjalabia për shembull kulturës ose preardhjes kulturore të cilës i takojnë, e cila mundet me bë domethënë një dallim shumë të madh, ose për shembull nuk mundesh me moti presionin e ambicieve. Ky e ka një presion tjetër, edhe rrjedhimisht e bën të pabarabartë me tjetrin domethënë në garë. Kështu që ky aspekti i brendshëm është aspekti i pamatshëm i garuesve, po që e bën dallimin e madh një domethënë të garuesve. Mirë po, shpesh na konsiderojmë se kjo është vetëm te garët e kësaj jete. Por realisht kjo është edhe te garët e fetarisë, edhe te garët e ibadetit. E që realisht kur ka njëri garën në këtë dynjë, garën e ka me sy ka ahireti. Domthonë kur e ka garën me motive fetare, kur e ka garën me synu Allah subhanahu wa taala, atëherë syti ka domethënë ka ahireti. Është një jetën fetare, është një investim shpirtëror, është një forcë shpirtërore që e bën një farë dallimi të madh të garuesve, e që është realisht sonte inshallah me len Allah subhanahu wa taala domethënë ligjërata. Saksisht, mundi pas dy dietar. Dy dietar. Të dy ndoshta kualifikimet edhe përgatitjet mundën më dok të njëjtë. Mirë po, ai i cili i ka çto tri sonte çka kemi marrë, çto tri komponente, çto tri ibadete, çto tri burime të forcës, o dallon prej atij tjetrit. Mundën më dok të njëjtë, po nuk janë të njëjtë në garë. Ose për shembull, mundën më kanë dy davetxhi. Njëri ka çto tri ibadete, edhe tjetri si ka. Duke ndoshta për shembull në veprimtarisë të njëjtë, po nuk janë të njëjtë. Ose mundën më kanë fjalabie dy reformator, ose mundën më kanë dy tullzum. Dy tullzum dokën njëjtë. Ky falet, ai falet. Ky shkon në ders, ai shkon në ders. Ky ka familjen fetare, ai ka familjen fetare. Ku ka dallimi i madh që ti bë këta në garë, që kur qysh domethënë s'po afrohen ose po duken shumë dallueshëm pi tjetrit, janë çto tri ibadete që kena i marrë sonte me len Allah subhanahu wa taala. Po du me rithon në diçka që është shumë thelbësore që kam ju shoqëruar gjatë ligjëratës. Çto tri ibadete e bojnë dallimin e madh në cilin do kapitull fetarisë që je. Në jetë kapitulli për shembull i reformave, tjetër njeri, jetë kapitulli i dijes, tjetër njeri, jetë kapitulli i përshpirtshmërisë, tjetër njeri. Domethënë, kush i ka çto tri ibadete, edhe aty ku duket i barabartë me të tjerat nuk është i barabartë. Është me një përsi që është zor më mbrija njeri. Saktësisht për shkak të na fjalëm. Në ligjatën e kaluam i morëm dy ajete. Ajeti kuranor ku tha Allah subhanahu wa taala, "Na ta kena zbritur Kur'anin." I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Na ta kena zbritur Kur'anin." E ti duro për përcaktimin edhe vendimin e Zotit tan, edhe mos ju bënd mëkatarëve, edhe mos ju bënd pabesimtarëve. Domethënë, Allah subhanahu wa taala vjen edhe e këshillon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos më bind mëkatarëve dhe mos më ron presion të pabesimtarëve, mos më ron presion të kulturave të tjera, mos më ron presion të qytetërimeve të tjera. Ta shtrut pyetje, çysh me bë sabër? Çysh me duru? Ku me mor energjinë? Ku me mor forcën? Çysh me përballuë presionin?
Ose qysh me i te kalu vështirësi që mundet me tar për armiqve, ose qysh me i te kalu domethënë vështirësi në rrugën e misionit tan. Keni vëmendjen, cilin do mision tjetër që jetë menu, nuk është më rëndë se misioni për Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë kur Allah i thot Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti duro, çuçi që kena vendosur na çashtu bëhet, ti duro, domethënë çka do të vën, shembull tjetër që duhet me duru është më e lehtë se sa barra që ka pasur Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto dy ajete janë konën ligjatën e kaluar, që duhet me bë sabër, duhet me duru. Tash Allah i kallzon Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku e merr ti forcën? Ku e ki burimin ti për me duru? Ku e ki ti forcën për mos me ron presion? Ku e ki forcën ti për më saktu me rrugtu gat? Ku e ki forcën për me i te kaluar vështirësitë dhe sfidat? Thot Allah subhanahu wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Përmend emrin e Zotit tan në mëngjes edhe mbrëmje, pa u grys, pa perëndu dielli, domthon fillim ditës apo fund ditës. Përmend emrin e Zotit tan. Domthon bane dhikr Allahun në mëngjes edhe në mbrëmje. Wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Edhe natën bani Allahu sejdë, edhe gjatë natës përmend Allahun shumë. Gjatë natës përmend Allahun te bareke ve taala. Domthon çtu i kena 3 ibadete. Çto dy ajete i kena 3 ibadete. 3 ibadete që narrativa kuranore në këtë rast është për shka? Për mu sfidu. Domethënë kur Allah subhanahu wa taala i thot Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Dvin ata me të josh, dvin ata me oferta, dvin ata me të largu pjullës, dvin ata me të nal për misionit, dvin sprovat, barra e madhe, apo çysh mund është mi bë ballë çesaj? Me burrnin tonë, jo. Me vendosmërinë tonë, jo. Me rregullat e pleqnarëve të popullit tan, jo. I ki vesh 3 ibadete, me këto 3 ti këta ti ka përcen. Me këto 3 ibadete i ka përcen krejta. Ibadeti i parë, kur thot Allah subhanahu, përmend emrin e Zotit tan mëngjes e mbrëmje, sikur se transmetuar pi selefit, është për qëllim namazi i sabat, i drekës edhe i kindis. Saktësisht domethënë prej mëngjes deri sa s'ka grys nata janë 3 vakte. Domethënë ibadeti i parë që ty të bën të fortë, mu ballafaqu me çfarë do lloj sfide, është për kushtimin farze. Për kushtimin farze. Mirë po këtu për kushtimin farze, ka arë me fjalën dhikr, për me sforcuar domethënien që esenca e namazit me ta sforcu tyje, lidhjen me Allahun duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Çi bie domthon ky ajet i parë e ngërthen në vetë edhe ibadetin e dhikrit, edhe ibadetin e përkushtimit domethënë në farzët e Allahut subhanahu wa taala, e sidomos dhikri që lidhet me farzët, edhe dhikri që lidhet me mëngjesin edhe me mbrëmjen. Domethënë 4. Për kushtimin farze e kena pastaj dhikrin e përgjithshëm, pastaj dhikrin që lidhet me farzët, edhe dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. Me një ajet Allah po thotë çtu e keni një forcë të madhe. Ti o pejgamber, si dush mu ballavaçu me Abu Jahlin, e me Walidin, e me atë, me kët, ti mundesh me bë kët nëse je i fortë në çto ibadete. Pastaj thot Allah subhanahu, "O min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila." Edhe natën bani Allah sejdë, edhe ban tasbih natën shumë. Ban dhikr natën shumë. Që kjo sejdja e natës është akshami dhe yatsia, kanë thënë dietar. Domethënë, në çdo 2 ajete janë përmend 5 namazet. Sigurisht ka thënë Abdullah ibn Abbas, Ibn Zeidi e të tjerët. Domethënë, natën ban sejdë e pastaj thot ban tasbih gjatë natës. Tasbihu gjatë natës, përgjithësi në kontekstin kuranor, kur vjen fjala tasbih, sikur se ka thënë Abdullah ibn Abbasi, është për qëllim domethënë namazi. Është për qëllim namazi. Dhe nëse ajeti, fillimi i ajetit është për akshamin e yatsin, atëherë funi i ajetit është për namazin e natës. Kështu që na i kena në çdo 2 ajete 3 ibadete. Për kushtimin farze, namazi natës edhe dhikri. Çdo 3 ibadete, kush i ka fuqishëm. Çdo 3 ibadete, kush i ka program të jetës. Çdo 3 ibadete, kush i ka, domethënë me përkushtim, ky është i pabarabartë me këtë do që garon me këtë tokë. Domethënë, pa marrë parasysh në çfarë sfide të jetës, pa marrë parasysh çfarë synimi të jetës, pa marrë parasysh në çfarë barre të jetës. Kush i ka çdo 3-ja, është domethënë shumë në epërsi kundrejt këtij tjerëve, edhe nëse ata të tjerë kanë më shumë se ti forcë, më shumë se sa ti energji, më shumë se sa ti pasuni, më shumë se sa ti autoritet, më shumë se sa ti madje edhe dije. Madje mundet një dietar që është më pak i dishëm, më kon më triumfues, më ngadhimtar, kundrejt tjetrit që është më i dishëm, vetë se ky ka dalë më përpara me çto 3 domethënë ibadete për Allahun subhanahu wa taala. Po e rrithem domethënë se fjala tasbih kur përmendet në Kur'an, kryesisht përmendet për namazin, sepse namazi është tasbih më i mirë që ja bëmi Allah subhanahu wa taala, sikur që thot Allah azza wa jalla, "Wa aqimis salata li dhikri." Falë namazin me bë dhikr. Falë namazin
për me përmend. Kështu që në total janë 3 ibadete dhe sonte inshallah kena me trajtuar me len Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e keni parasysh në çfarë rrethon e kanë zbritur ajete. Në rrethon kur është josh, në rrethon kur ka pas presion, në rrethon kur ka duru, në rrethon kur ka pas shtet rrethim në ato brigjet e Mekës deri në 3 vjet dhe i kanë hungur gjethet. Apo? Edhe thot Allah subhanahu fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Ti duro edhe përqendro i durushëm në raport me vendimin e Zotit tanë edhe mos ju bind mëkatarëve dhe mos ju bind domethënë pabesimtarëve. Që i vije domethënë po jepet më në kuptuar që narrativa është narrativ e sprovave. Ngjarja ka të bëjë me vështirësi, ngjarja ka të bëjë me sfida. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmerr që këtë porosipi Allah që ti duro, qëndro edhe ballafaqo, mirë po Allah është i mëshirshëm. Nuk të jep Allahu një urdhres pa të kallzu ku më morë energjinë. Nuk të jep Allah azza wa jall një porosi të tillë pa të kallzu ku burimi që saj force. Saktësisht sikur se Allah azza wa jall neve na jep një mundësi për me reflektu. Apo do forcë, apo do mëkëmbje, apo do frymzim, apo do energji edhe përballje edhe mos dërsim edhe mos më tutrem syni përballë sfidave, atëherë thjesht përkushton farze, përkushtohet namazi natës edhe domethënë te dhikri. Çi ka ndër vëllezër, sidomos ato vraporët e jetës. Vraporët e jetës ku duhet me pas shpirt të garimit, ku duhet me pas shpirt garues. Është vështirë me nejt gat ngar pa çdo të rria. Është shumë vështirë, domethënë shumë njerëz i dimi që janë kon shumë tullzuar para 10 viteve, para 15 viteve. Edhe pastaj domethënë janë shpërbë, janë shpërnda, pastaj u ka hup energjia, pastaj u ka hup vullneti. Një prej arsyeve që shpirti i tyre s'ka mujt me nejt nudhës si u ka munguar që kjo dozë që nuk mirët dikon tjetër. Nuk mirët nderse, harroje. Kur asnjë ders mos me të hik, s'unë merr nders çat çka e merr te namazi natës. Ose ditë e natë me lezu literaturë për fenë Allah subhanahu taala dhe me qenë domethënë intelektuali më i mirë. S'munësh me emrri, çka ket forcë nëse s'ki dhikr. Domethënë dhikri namazi natës edhe domethënë në përkushtimin në farzët Allah subhanahu wa taala. Çka ajeti o min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Edhe natën bani sejdë Allahut. Edhe bani Allahut shumë tasbih. Thotë Sheikh Sedi edhe të tjerë pjesëtarë që ky ajet është komentuar në surën Al-Muzammil. Ky ajet komentin, na kena një koment Kur'an që quhet komenti Kur'anit me Kur'an. Ky ajet shpjegimin e ka në surën Al-Muzammil. Keni momentin që drejtohet Allah subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditët e para. Në ditët e para. I thot Allah subhanahu wa taala ya ayyuhal muzammil. O ti mbuluar. Arabët që këtë mbulimin që është Al-Muzammil është mbulimi kur dikush do me ra me fletë, kur dikush do me bë xhum. E Allah subhanahu wa taala në shenjë butësie i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o ti që e mbulu. Se ka pas frikën e madhe kur e ka pas Xhibrilin. Sfidë e madhe, imagjino domthon teta kishte pa një engjëll i cili ta mbulon horizontin. Domthon nuk kanë natyrshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë vështirë ballafaqimin vetëm me pamjen e Xhibrilit alayhis salam. Edhe Allahu kur e ka pa trishtimin që po e mbërthen pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe frikën e merr edhe e thirr me një thirrje të butë. O ti mbuluar. Ka zgjidhje. Ai trishtu. A është shumë e frikshme për ty? A o të munu kjo që qyshun e pejgamberta do të më drejtu këtë njerëzve, pin me me çu davetin deri në Azi, deri në Afrikë. A nuk është ngarkesë e madhe kjo? I thot Allah subhanahu wa taala, o ti mbuluar, qumi lejla ila qalila. Çu me fal namaz natë. Çu me fal namaz natë. Shumë e thjeshtë është, domethënë të ka ardhur barra e profecisë. Të ka ardhur ty barra e prindërimit. Ati ka ardhur barrat e bashkësisë. Këti kanë ardhur barrat e sprovave. Ati tjetri kanë ardhur barrat e tjera të jetës. Thjesht, qumi lejla ila qalila. Çu falu natën. Ka zgjidhje për çeket. A tu tar shumë ran, a ka shumë frikë, a ka shumë sfidim, a ka shumë trishtim, apo doket që s'un kimi ja dal, a ki frikë që ndoshta mundesh me dështu. Ka frikë që ndoshta s'un po del faqe bardh. Përgjithësia e madhe para Allahut. Janë shtu ngarkesat, janë shtu sprovat, janë shtu vështirësitë, nuk kanë si përpara si apo thjesht qumi lejla ila qalila. Çu falu natën. Ka zgjidhje. Allah subhanahu wa taala e raton të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam që për çket bardh të madhe, për çket frikë të përgjithësisë çka e ki. Edhe për çket frikë se a kimi ja dalë ajo. Edhe për çket frikë që i tu ballafaqum në realitet të ri, këtu ka zgjidhje. Zgjidhja nuk është më merakos. Zgjidhja nuk është me kukat. Zgjidhja nuk ka me shku me fol me njerëz se më kanë mbledh për mi kryer shumë sprova. Qumi lejla illa qalila. Vesh çu fal natën. I thot illa qalila, përveç se një pjesë të natës. Non shumicën e natës e ka porosit Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mu fal. Pastaj leton thot nisfahu aw inqus minhu qalila. Gjysmën e natës apo edhe pakoj edhe më shumë. Au zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, apo shtoj edhe pak
edhe lexoje Kur'anin, domethënë me kujdes, domethënë banu gati natën me fitu forcën e cila ty të ndihmon nesër mu ballafaqu me barrën e përgjegjësisë së të qenit profet. Domethënë ti nesër që më dal, edhe keq ata shat kanë thonë ti je njëri më i mirë, tash kanë me të shoh, kanë më thonë ti je çmendur. Kjo është shumë do të më pas forcë mu ballafaqu me çka. Ti ndjej koni më i miri i familjes, si ullzut kanë thonë ty të kanë pagujtë, të kanë shtinë në rryma të rrezikshme, apo nuk është e lehtë kjo. Ama kjo zgjidhje kjo, shumë e thjeshtë është. Kumi lejla ila qalila, çu falë natën nesër i ballafaqën krejta. Thot Allah subhana, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Çu falë natën se na të ta zbrit ty një fjalë me peshë. Domthon çka që ti ullzu, çka që ka hin Kur'ani në jetën tonë, kjo nuk ka ngjarje do si do. Kjo është ngjarje e madhe. Por më bë gati për çka ngjarje të madhe dosh më çu natën me forcë lidhen me Allahun subhanahu wa taala. Sepse autoudhat ditën kanë shumë vetura. Ka shumë trafik. Natën ka më pak. Që kjo kur ka më pak udhës ti udh ti ban më shpejt. Kur e keni punë, kur e keni udh që do më bë udhën më shpejt, ti e shfrytëzon, domethënë kur lirohen rrugë prej trafikut. Janë liru natën. Sepse natën pak vetë trokasin tek dyert e Allahut subhanahu wa taala. Ama që dasha trokasin dyert e Allahut natën, e kanë ditën një tjetër forcë. E kanë ditën një tjetër energji. E kanë ditën një tjetër mëkëmbje. E kanë ditën një tjetër dritë. E Allah te barekuhu teala pasi që domethënë e ban gati pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që unë të kom garku, ta kom dhon kët mision. Por me mujt mi dal me krye, ti dosh më kanë një natës. Ti dosh me pas një hisë të ibadetit natës, thot Allah subhana, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Se shkaban ibadeti natës, çfarë gjurmë le, është më e fuqishme. Domethënë, ti gjatë ditës ban ibadet, gjatë ditës edhe ban dhikr, gjatë ditës edhe ngani këshill. Këtë këtu elhamdulillah ndobishme. Ama efekti i namazit natës është domthonjë më i fuqishëm. Kush po thotë që është më e fuqishme? Kush po thotë është fjala më me mbres? Kush po thotë që është gjurma më e pashlyeshme? Pi thotë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë Allahu subhanahu wa taala, mos e ban gati pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se çuqi namazin natës ka me të bëj ty që me pas do gjurmë pashlyeshme, thotë inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Ti ditën ke me pas shumë ibadet, shumë dhikr, shumë punë, ki mu taku me njerëz, ki me fol, ki me bë davet, ki me bë dhikr, ki me fal namazet. Çish po më ishim mi ka përcy ma let ditën? Nëse e fal natën. Pastaj thot Allah azza wa jall, thot wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Thot ti prapë përmend emrin e Allahut, edhe përgjëroj Allahut me përgjërim, domethënë të rrove sinqert, Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Zoti i lindjes dhe i perëndimit, përveç cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë asnjë, edhe atë merre për mbrojtës, atë merre për tek i cilin mbështetesh, çish përfundon komplet tokshi ajeteve, thot wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, edhe duro kur ata të folin, edhe bojkotoj me një bojkotim shumë të bukur. Krejt që këto 10 ajete janë për me të ardhen të çka rezultat. Domethënë, për me ardhen të çka që ti thjesht ban sabër në sfida, edhe i bojkoton çka folin, edhe i bojkoton çka të flasin, i bojkoton çfarë presioni. Domethënë, durimi në sfida, edhe injorimi atyne që po folin, nuk bëhet me ajetin e 10 pa 9 ajetet e para. A është e qartë? Domethënë 9 ajetet e para janë me të kallëzuar se çaçi fort ki më kanë, masi ta kish namazin e natës. Domethënë, edhe mënyrën se si bojkoton e kia është zakonisht bukur. Domethënë, thjesht ban sabër, edhe domethënë i bojkoton me një bojkotim shumë të bukur. Kështu që merrni një rregull tjetër vëllazëni. Forca e injorimit varet me formën e fokusimit diçka shumë të shtrenjtë për ty. Domethënë, ti mundesh me injoru diçka varësisht sa je i fokusuar diçka shumë më shtrenjtë për ty. Për shembull, nëse njerëzit ty domethënë të bëjnë ftesa për humbjen e kohës, çish mundesh me injoru? Ti veç duhet me pas një projekt transition të jetës që për ty kushton shumë ai projekt që ti pastaj e konsideron të kohë domethënë me hub kohën. Ose për shembull, nëse njerëzit fjalë bie për shembull të bëjnë ftesa tek mëkatet, ti çish mundesh me injoru ftesën e mëkatit? E injoron nëse domethënë je fokusuar fuqishëm te vlera e udhëzimit, te vlera asaj që të ka beqatuar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që në realitetin tonë shoqëror, një njeri që është durimtar në sfida, edhe di me injoru rrethin e vet, di me injoru njerëzit që i pengojnë, di me injoru njerëzit që e sfidojnë, di me injoru njerëzit që i qesin pengesa në rrugë. A e kish mi llogarit shumë njerit fuqishëm. Domethënë njeri durimtar, domethënë e ka qit pikën ku do me mrrinj dhe ka me mrrinj, po dhe udhës nuk ja vë veshin kërkujt. Allahu subhanahu wa taala në ditët e para pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gati dhe kushdo që vjen pas tij, që formulat e na është e thjeshtë çish bosh që ka qenë fuqishëm.
Formula tena është shumë e thjesht do domethënë me u falën namaz, me fal namaznate edhe me forcu lidhjen me Allah subhanahu wa taala. Wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Natën ban sejdë Allahut edhe ban shumë tasbih, ban shumë dhikr për Allah subhanahu wa taala. Thot Sheikh Sedi, thot këtu ka ardhur kërkesa shumë e përgjithshme, shumë mu fal natën. Pastaj Allah subhanahu wa taala e ka veçuar dhe e ka precizuar, sa i veç kjo e ka precizuar në surën domethënë El-Muzammil. Keni vëmendjen, në periudhën Mekase, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon të jetë në Mekë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas obligim namazin e natës. Pastaj kjo është fuqizuar. Mirpo nuk po do më të analiza, domethënë e tefsirit edhe analizat e historisë islame se çysh është fuqizuar dhe pse dhe çysh e tek, se nuk kanë shumë punë. A disha në punë. Kur e kanë pas sahabët obligim, domethënë namazin e natës? Kur e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam obligim namazin e natës në Mekë? Në periudhën më të vështirë, periudhën më sfiduese. Sikurse na ka mbet një rregull i jetës, edhe nëse nuk e ban program të jetës namazin e natës, kur ki sfida dush mu fal natën. Edhe nëse një domethënë nuk je i rregullt të namazit e natës, kur të shtohet dinamika, kur të shtohen sprovat, kur shtohen obligimet, kur shtohen barrat, shtohen ëndrat, shtohen synimet, ki ambiciet moja, dush me shtim në rend tonë domethënë namazin e natës, e aq më tepër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë po bëhet gati në Mekë, domethënë nëpërmjet namazit natës me të i kalu sprovat e Mekës, po edhe po bëhet gati për sfidat e ardhshme në Medinë. Saktësisht, njerëzit e mençur vëllazëni, i kanë dy veçori. E që kjo mungesë e dy veçorive ka punë një realitet të keq të kombion. Veçoria e parë e njerëzve të mençur është që në etapat paraprake bëhen gati për etapat e ardhshme. Domethënë nuk shifësh sa je i mëshëm, domethënë nëse aty për aty domethënë tu ti kështu mi zgjidh projektet e jetës. Domethënë tash je tu punu 50% për sotën, e 50% tu punu për nesërmën. Kjo është karakteristika e njerëzve të mençur. Domethënë në periudhat paraprake bëhen gati për periudhat e ardhshme. Dhe e dyta, etapën aktuale, njerëz të mençur, etapën në cilën është tu e jetu, etapën në cilën është duke e hjek, etapën aktuale edhe kur është kalimtare, edhe është e përkohësishme, edhe mundet mos bëhen shumë themelore, e merr me konsiderat. Domethënë, sot që ky muaj nuk është më i mirë se muaji Ramazan. A është e qartë? Amo sot ti dush me bë përkushtim të mirë. Sot dush me bë maksimumi e kur të vend Ramazani ti edhe më i mirë inshallah. Amo me nejt sot shpërfillës, me idenë që vend tani Ramazani jam i përkushtuari, domthonë është me rrajtën vetvete, nuk është domthonë cilësi e njerëzve të mençur. Domthonë periudha e Mekës bën gati pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe sahabët për periudhën e Medinës. Kurse periudhën e Medinës bën gati për me shtrin islamin jashtë gadishullit arabik. Domethënë, që ata sahabët që do të më ndërtuë shtet Medinë, janë sahabët që u dash njëherë më çunatën më falën. Dhe që ata sahabët që ndërtojnë shtet Medinë, janë ata të cilët pastaj çojnë shtet edhe në Sham, çojnë shtet deri domethënë viset më të larg ata domethënë të lindjes. E çka kanë forcuar ta lidhen me Allah subhanahu wa taala, Allahu po e jep domethënë aty edhe neve formulën. E para natën domethënë ban sejdë Allahut edhe ban shumë dhikr. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Se efekti i ibadetit natës është i pashlyeshëm. Efekti i ibadetit natës është domethënë i pashlyeshëm. Çka ka këtu ibadet natën? Ka namaz, ka Kur'an, ka lutje dhe ka dhikr. Pastaj në veçanti Allahu po përmend domethënë dhikrin që bëhet mëngjes edhe në mbrëmje. E që kjo pastaj e përfshin në çdo kohë ditën edhe natën. Do forcë, do më këmbje, do frymzim, do përballje, do mos më dorzu, do më kanë sy pa trembur, duhet me pas çka. Thot Allah subhanahu. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na e di më i dërguar që ty o të ngushtu gjoksi apo folin jashtë për ty. Domthonë, shumë jetë me munim jetë mor këtë çka folin, çka thojnë, ballafaqimi, bojkoti familjarëve, domthonë gjithë ky presion, durimi, po të vritën shokët, po të persekutohen i thtarët, apo nëjna të paket në gjendje. Thot nëjna të paket që është duke të munu gjoksi jo çka të ndodh. I thot Allah subhanahu wa taala, masi ka thonë që na e dim çka të ndodh ty. Thot fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin. Bani Allah shumë tasbih. Bani Allah shumë dhikr dhe je për aty që i bën Allah sejdë, çufa nafile. Mon sprovat nuk i ka përcenti me muhabet. Të ka një sprov, të ka dalë diçka që s'e ke prit. Çub, shtoj dhikrin edhe sejdën. Pastaj thot wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, edhe adhuroj Zotin tan deri sa të vijë vdekja. Keni vëmendje këtu. Sigur i thot Allah subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sfidat janë të lënduese, edhe pse e pejgamberi edhe pejgamberin e lëndojnë sfidat.
A është e qartë, domethënë që kjo ngushtimi I gjoksit, kjo lëndim. Mirë po, sikur se Allah xheri thot, a doni zgjidhje qysh s'le asnjë gjurmë kjo plag? A doni zgjidhje qysh ky lëndim nuk s'melon asnjë gjurmë, asnjë efekt? Thjesht veç ban dhikr më shumë. Veç ban dhikr më shumë me len Allah subhanahu wa taala këtë sfidat domethënë kemi kalu, po edhe domethënë nëse janë të munu me len Allah të kemi ka përsy, ama që përfundon në konteksti kuranor thot, dhe adhuroj Allahun tan. Adhuroj Zotin tan derisa të vdekje. Sikur domethënë I thot me I dal me krye kësaj udhe derisa të jesh në fund, deri në ditën e fundit, s'unë ban pa pas dhikr shumë. S'unë ban pa pas namaznate, s'unë ban pa pas një kësi lloj përshpeshmërie që e sforcon lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që kjo lidhje pas ka formulën shumë thjesht. Për kushtim farze, dhikr edhe namaznate. Ose nëse doni me majt ma let me, I bë itikafi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose veprat e itikafit, ose përkushtimi në itikaf, ose nëse kom drejt me çujtën, mentaliteti I itikafit. Domthon, ty kur shkon itikaf, çka bën? Çka ka në itikaf? Njëri ka hyrë në itikaf, ka shkuar në itikaf 10 ditë në harem, ose një 10 ditë ka shkuar në xhami me net në itikaf. Çka është itikafi? Me bë mohabet, me kallzu historitë e jetës, me kallzu dhimbtat, me kallzu vujtjet. A ka logjik dikush me net në itikaf edhe mos më kon të dhikri, të Kuranit, të namazit, të përkushtimit të namazit natës. Çi kjo itikafi? Itikafi është kjo formula. Itikafi është kjo formula. Saktësisht na edhe çka treshën mundi me plotsu me 4-shën e ajetit që domethënë ta kena zbritur Kur'anin. Domethënë Kur'ani, dhikri, namazi natës edhe farzet. Që I bie. Kur çdo njët, në vëllezër, që ka lënë situata të caktuara të jetës që I ka pak më të vështira, ose të vështira, ose e ka një periudhë me sfida, ose vetja ka sfiduar vetës duke ngarkuar me ambicie të mëdha. Thjesht hen në itikaf. Apo do me dalën sukses shumë sfidat e jetës, veç hen në itikaf. Domthon për çfarë do teme, prej të fetaria, prej të devotshmëria, madje deri te synimet e dunjos. Thjesht veç hen itikaf për Allahun edhe rezultatet tjetër. Çka I bë me hen itikaf? Domthon veç përkushtohesh në dhikr, namaz natë, edhe domethënë tek farzet e Allahut subhanahu wa taala. Tu kanë shtu obligimet, tu kanë shtu sfidat, ose të kanë ardhur domthon do sprova, ose tu kanë shtu kërkesat e familjarëve, ose edhe do ëndra, po edhe tu kanë shtu armiqt. Edhe tu kanë shtu ndoshta edhe gjonat e paprituna, s'ki shka I shton llafët, edhe kukatjet, edhe merakosjet, thjesht veç hen mentalitetin e itikafit. Çka I bë me mentalitetin e itikafit? I bie, koncentrohesh, përkushtohesh edhe sa më shumë kohë, edhe sa më shumë shpirt në farz, në dhikr edhe në namaz. Të natës, edhe domthonë në përgjithësi domthonë nafile edhe me Kur'an. Kështu që me lenin Allahut, kushdo që ka çeket, kushdo që ka çeket hymje në itikaf. S'ka vështirësi që s'ja del. S'ka sfidë që se kalon, edhe s'ka synim që nuk e arrin me lenin Allahut te bareke ve taala, dhe kjo formul I është dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe keq ka vinë mas tij. Domthon, imagjinoni vështirësi që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çuj ka përsy? Domthon me evidencë kuranore ka pas të urdhëruar, domthon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka përsye me çeket domthon me çeket formul. I bie një orë itikaf, ose një javë itikaf, ose një ditë itikaf, ose një muaj, ose një vit. Për shembull, na kemi një mesin tonë, njerëz që ndoshta ka vite që sonë të ka përsy një sprov. Ka vite që sonë të ka përsy një barr, ka vite që sonë të ka kalu një sfidë. Po ky një herë s'ka hini itikaf në ditë, më përgjëru Allahut për çdo sprova. A është e qartë? A formula është më thjeshtë. Më shumë është e thjeshtë. Shkon, fal namazin e farzit, pastaj rre ban dhikr, he vakti I nafileve, fal nafile, I lutesh Allah subhanahu wa taala, vën vakti namazit natës, një ditë ban itikaf, e shet çysh sillet Allah me ty. Një javë ban itikaf, e shet çysh sillet Allah me ty. Me bën një muaj, e shet çysh sillet Allah. Po me bën me vite. E që realisht ka njerëz ndoshta me vite vrapojnë mas një ilaçi. Me vite vrapojnë mas një terapie. Me vite vrapojnë mas një, domethënë një rrugdalje që e synojnë me dal për një situate. Shumë më shkurt e kishin pas udhën me bëmë pas një mentalitetin e itikafit për Allahun subhanahu wa taala. E sidomos veprat e itikafit. Tutje mua kështu I tham, veprat e itikafit, mentaliteti I itikafit. I duan njerëzve davetit dhe na ketin atë davetit. Domethënë, I duan davetxhive e ket na çtyn atë davetxhi. Se secili I bë barr me bë davet të shtëpia vet, të shoqënia vet, të rrethi vet, me çast sa ka, domethënë mundsi, me çast sa I bëhet presion, domethënë për përcaktimin e tij, domethënë fetar. Allah subhanahu wa taala, sigurisht e porosit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që është nismëtari I davetit, që barrën e davetit që ty të ka bëu mu friksua e shkuje mbulu aty e tu friksu, që këtë barrë ka përcen me namaznate, me dhikr, edhe me përkushtim domethënë në namazet në përgjithësi. Shehuni sa më të mia, e merr edhe përmbledh keq që këto 3 ajete,
domethënë duro për vendimin e Zotit tan, edhe mos ju bënd mëkatarëve, mos ju bënd pabesimtarëve, përmend Zotin tan mëngjes edhe mbrëmje edhe natën falo, edhe ban shumë tasbih, Sheikhul Islam te mia e përmbledh kështu. Thotë kështu. Thotë walamma kana la sabila ila as-sabr illa bi ta'wid al-qalb bi shay'in huwa hab ilayhi min fawati ma yasbiru ala fawti. Thotë Allah subhanahu wa taala po e urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me sabër. A më thotë nuk po urdhëron vetëm me sabër, po ja kompenzon me diçka që është më e dashur se sa ajo që po e hub në saj të sabrit. Se ti kur ban sabër je tu hub diçka. Ti je tu, për shembull, je kon shumë më rahat, shumë i pasulmum, tash ka ik që kjo do të bëj sabër. E tash Allah Sheikhul Islam po thotë, kur e sheh Allah që ky ka hub shumë që do të bëj sabër, pja kompenzon. Me çka pja kompenzon? Me atë që është më e dashur për të. Kush është më i dashur? Është Allahu. Kështu që ti kur ban sabër, veç që të përmend Allahun, pa marr parasysh për shkak të bë sabër është të kompenzu. A e kuptot? Domthon të kanë një disa sprova, të kanë një disa vështirësi. Edhe që ky sabër o të largu pi shumë çefeve të jetës. Që ky sabër është të largu pi shumë gjonave që je familiarizuar në jetë. Që ky sabër është të largu ty pi shumë gjonave që çashtu je mësuar me tu. E tash me shka kompenzon humbjen me dhikrin që ja bën Allahu te bareka taala. Domthon, çu sta mush zemrën dhikri, sta mush domethënë asgjë domethënë pas dhikrit. Pastaj thot Sheikhul Islam thot amarahu bi yadhkura rabbahu subhanahu bukratan wasila. Ka urdhnu Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me bë dhikr. Mëngjes dhe mbrëmje pikërisht thot për me përmbush mungesën që vjen në radh në saj të domethënë sabrit. Thot fa inna dhikrahu a'zamu al-auni ala tahammuli mashaqi as-sabr. Nuk ka diçka thot që të ndihmon më shumë për me bë sabër, më shumë për me ia dal me kryes provave, se sa dhikri për Allah subhanahu wa taala. Nuk ka diçka që të ndihmon më shumë me ka përcy udhën e gat sabrit, se sa domethënë dhikri për Allah subhanahu wa taala. E pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu fal natën, edhe me bë gati me forcën e natës, me bë gati domethënë për përgatitjet në vim. Çka fjala e Islamit, që po thot, nuk ka diçka që i ndihmon njerit në sabër se sa dhikri. A ka mbështetjen kuranore? Thot Allah subhanahu. Ja ju ladhina amen. O ju që keni besu. Keni momentin? Idha laqitum fi'atan fathbutu. Kur të ballafaqoni me armikun, keni dalë në betejë, naton është armiku ti e kënej. Ktu ka jetë vdekje, ktu s'ka muhabet tjetër. Thot kur të ballafaqoheni me armikun fathbutu, qëndroni edhe mos lëvizni, mos u dorëzoni. Veç çkaç? Kena dalë para armikut, armiku 10 herë më i madh se na. Armiku 100 herë më i fuqishëm se na. Edhe Allah që thot, përqëndronu. Me nej deri në fund deri në asgjësim. Thot Allah, o i që një besu, ku deni për balë armikut, ballafaqoni me armikun, fathbutu, përqëndronu, wadhkurullaha kathira. Edhe shumë përmend Allah. Në momentet ku janë tu flituru kokat, momentet ku është tu, domethënë tu der gjaku, momentet ku ti po, domethënë shok më të ngushtë jetës tonë tu vra. Momentin që ti menon çasti pi çast, domethënë ti mundesh me ndroj jetë, është moment që do të më shtin në ran dhikrin, apo dysh shumë dhikr. Nuk do të thon bani vesh përmend Allahun, do të thon thot Allah, wadhkurullaha kathira, banani Allahun shumë dhikr. Momentet më kritike, momentet më të vështira, keni me përmend Allahun subhanahu wa taala, pse? La'allakum tuflihun, nëse doni sukses. A do sukses kundër amikut tan? Çka betejë është betejë vendimtare e jetës. Ata më janë çka betejë duhet me dal të fitimtar, duhet me dal triumfues, po atëherë nuk mjafton vetë qëndrueshmëria jote. Përveç qëndrueshmërisë tonë duhet të një lidhje fuqishme me Allahun që realizohet nëpërmjet dhikrit që ja bën Allahu subhanahu wa taala. Kështu që betejë me armikun duhet më koni qëndrueshëm edhe me bë dhikr. Por jo vetëm kjo. Në këto betejat e jetës të kryjm punë qëndrueshmëria edhe dhikri. Edhe në betejat më të thjeshta të jetës të kryjm punë qëndrueshmëria edhe domethënë dhikri, e sidomos kisha pas dëshim në vizu, domethënë që mu eduku, mu ballafaqu edhe në betejën me gjunat nëpërmjet dhikrit. Domthon ka njerëz i sprovon Allah subhanahu wa taala me doni gjuna, edhe punën e parë që e bën, ta ngojnë ders për çat gjunat që ti e ke dorë. Jo. Ndoshta ti edhe çat ders e di krejt. Ti ke nevojë mu lidh me Allahun. Fakti që sun po largohesh për një gjunoj, domthon kjo tregon që lidhja jote me Allahun është e dobët. Dush me bosh shumë dhikr që mu tu forcu lidhja me Allahun, dhe kur të forcohet lidhja me Allahun, dobësohet lidhja jote me të tjerët krahas Allahu subhanahu wa taala, madje çeket edukat. Fathbutu. Edukonu me duru. Edukonu me injoru dhimbtën. Edukonu, domethënë më kanë të qëndrueshëm. Edhe e dyta, edukonu mos me harru Allahun në çastë gjendje.
Mos e harru Allahun pa e përmend, që kjo na duhet domethënë këtë dinamikat e jetës, këtë provat e jetës, edhe këtë barrat e jetës, dhe me këtë formë domethënë Allah subhanahu wa taala ka bëu gati pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë që ka bëu gati vllazni, sa që ja ka përsërit në Kur'an. Domethënë nuk ja ka lënë vesh me nivel. Sikur se thot Allah subhanahu wa taala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Ban sabër për vendimin e Zotit tënd se ti je në sytë tonë, je në kujdesin ton. Po përsëritet 2-3 herë e njëjta domethënë në surën Tur në këtë rast. Thot wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Edhe kur zgjohesh, quaj dhe bani dhikr Allahun. Bani dhikr Allahun. Wa min al-layli fasabbih wa idbar an-nujum. Edhe natën quaj ban dhikr edhe tu perëndu diellit domethënë përmend Allahun edhe bani ibadet Allahu subhanahu wa taala. E thash fillim vllazni që ngarën përgjithsisht është një rregull i pashkruar që do të më konë të barabartë. Do të më konë të njëjtës kategori kur na domethënë garomi. Shpesh na vllazni nuk mund me kuptu ku është mundësia na me garu me selefin. Një për arsye pse na jena pa barabartë me garu me selefin of pikërisht kjo. Në pikërisht e selefi namazi natës dhe dhikri u konë çështje pashmangshme. U konë këtë jeta domethënë program për me mujt më koni përkushtuar të çdo dy ibadete, të Kurani dhe të namazi. Kur arsye domethënë është e pamundshme, sidomos në këtë ligjrat me e përmbledh, mirë po thjesht veç me e kuptu. Domethënë në shembull konkret, me po çysh sahabët janë konë çast fuqishëm. Edhe çysh nëna çka është dopt, këtu nuk ka shpjegim. Domethënë sahabët me rroba të leckosura. Sahabët që nuk i kanë pasën 2 pelerina. Domethënë u konë luks mi pas dikush edhe izarin edhe ridan. Domethënë mi pas mundësi mu mblu komplet trupin. Qëta sahabe kanë bënë 1000 vjet sundim. Qëta sahabe kanë qu shtet i cili ka sundu edhe mbretët janë dridh mi lezu letrat e një sahabeve. Qëta që s'kan pas trashëgimi kulturore prej pararzve tyne, që s'kan pas sundim paraprak, s'kan pas kur mbretni, s'kan dit qysh ndreqet shteti, qëta shka s'kan dit ndoshta as veglat e punës qysh prodhohen. Qëta që natën kanë gumzhu shatorët edhe tendat e tyne prej Kuranit edhe namazit natës edhe dhikrit, që ta Allah ja ka qu sundimin këtë umet në këtë botën, ndërkash domethënë sot umeti është me këtë predispozita, muslimanët i kanë këtë mirat, mirë po domethënë nuk kanë sundim, sepse Allah subhanahu wa taala domethënë e kalon këtë realitet i cili natë po, domethënë muslimanët sot janë shumë dopt shpirtnisht. E ky forcim shpirtnor e ka formulën. Nuk mundet më ndrru hatri jon. Domethënë çu shukon për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shukon për sahabët, që shpirti forcohet namaz natën e dhikr është për neve. Të mungon namazi natës, të mungon dhikri, që ky shpirt me nxim mbeton. Që ky shpirt me nxir rrinkom. Ky nuk mundet me bë diçka të madhe. Por me bë diçka të madhe do të më kthye te formula e parë. Thot al-Hafidh ibn Hajar, thot alladhi yadhhar an fi salati al-layl sirran fi tib an-nafs. Thot me bë mi lezu këto argumentet, thot vihet në pa që ekziston një farë sekreti te namazi natës me ta ndrej zemrën. Ekziston një farë sekreti namazi natës me ta dhënë disponimin e shpirtit, me ta dhënë një forcë që nuk e kanë njerëzit e tjerë. Kur asy njerëzit që kanë namaz natë, flenë edhe më pak. Njerëzit që kanë namaz natë kanë agjenda sa 10 vet. Njerëzit që kanë namaz natë, domthon bojnë punë, nuk hin llogari ato. Nuk mundën numërikisht mu matën me njerëzit që domthonë nuk e falin namazin e natës. Ato nuk shpjegohen as me mjeksi, ato as nuk shpjegohen me zakonet e njerëzve, thjesht shpjegohet me çeket. Se ky e ka një qetësi, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Allahut qetëson zemrat. Ky e ka një farë qetësie, ka një farë force, e gjen në çato momente që vetmohet me Allahun te baraka wa taala. E selefi ndërlëzë lidhen me Allahun e ka pas shumë fuqishme dhe këtë lidhje nuk e ka lënë llaf. Si kena na llaf, do të më lidh me Zotin, më mirë se më lidh me Zotin, s'ka. Jo, kjo vesh llaf. Kjo ka formulë konkrete që i bë më lidh nëpërmjet namazit natës, edhe nëpërmjet dhikrit, deri në çat drejtë u kanë të selefi ndërlëzë saçë. Robneshat e selefit së në kanë paramenuar që një muslimani devot shumë nuk e fal namazin e natës sa nuk bën dhikr. Ato gra që janë zë robnesh na për lufta. E pastaj kanë përfunduar te një antar, te një shtëpi e muslimanëve, nuk e kanë paramenuar. Saqë transmetohet për njërin prej selefit, nuk ka pas nevojë për një për robneshave që e ka pasën, edhe ka dalë ka shit. Masi e ka shit, ka shku me një shtëpi me jetue, aty ku e kanë ble. Edhe natën çohet kjo krejt mi çu për namaz natë, se u kon shërptore e shtëpisë. Edhe kur çohet, ata i thonë pse ka një sabaj. Thot pse ju thot veç sabajin e falni. Edhe pastaj shkon te zotriu i saj i parë edhe i thot kthem qysh do kov prish atë kontratë që më kishit. Thot laqad bi'tani li unasin la yusalluna illa al-farida. Thot a di ku më kishit? Më kishit e njerëz që veç farzin e falin. Imagjino çfarë të keq që më ki bën, më ki çume në shtëpi veç farz ta falin. Domthon u kon krem te selefi me menun që këta veç farzin e falin.
A më kush e ka menuar tragjike këta që falin veç farzin? Një grua e cila u kon ndoshta para 20 vjetëve te një popull kafir, e pastaj ka rënë sundim popullit musliman në vend dhe kjo ka përfunduar në robni. Kjo e ka kuptuar për pak vite që për mu kon muslimani fuqishëm, i lidhën fuqishëm me Allahun, duhesh me pas domthonë vend të namazit të natës, sikurse është transmetuar për njërin prej selefit, thotë jam pas bë shumë arak me shku te njërin prej ibadetxhive të maj me pa, shko punë e këtij, që Allahu ja nxjerr ursinë prej të folurit të tij, që Allahu i ka dhënë kaq shumë të mira në fetari, që i ka dhënë Allahu kaq shumë bereqet në udhëzim, që Allahu s'veja ka dhënë këtë dhe këtë, thotë dhe sa herë natën që kom shku taj, se në herë të kom gjetë të bëdhikër. Thotë kur s'm ka ndodhur me e gjetë zgjut, vetë se e kom pa, të e përmend Allahun dhe pastaj kom thonë dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha. Vërtet kjo kanë mirësia Allahut që jep kujt do. Ja pas ka dhënë Allahu këtyne. Ç'është ja pas ka dhënë? Ja pas ka dhënë nëpërmjet namazit të natës edhe nëpërmjet dhikrit. Ktu është një dilemë vllaznia me këtë për mbyllim. Ndoshta na mund më thon këtu ai dallomi na me selefin, po nuk kena bashkë s'kena dhikr. Sëmos që dënatat e reja, dhikri mëngjesit, i mbrëmjes, dhikri daljes pe shtëpisë kështu më radh. Allahu kur thot ja alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. O që keni besu, kur të ballafaqoni me armikun, ballafaqeni në betejë, në beteja të vështira, qëndronu. Jeni të qëndrueshëm edhe të përqëndronu, mirë po dhikrin që e përmeni, cili jep sukses. Dhikri i cili jep fritshmëri të madhe thot wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Përmendni shumë Allahun për me arrit sukses. Keni vëmendjen, mentalitetin ton, po më sinqert. Kishmi arsyetu këdo që në betejë me armikun e kisha harruar dhikrin. Më thonë, na dhe kur të bojmë mohabet në dhikrin, që na të thonë, i ki kry punët, i ki kry orën e punës, i ki kry këtë dhe këtë, banë dhikr pak një 20 minuta. A është ashtu? Në më thonë, najna të menu këtë punën e dhikrit, një e mirë mes tjerash, mas i kina kry një 200 punë dynjojës. Allah subhanu ta'ala, këtë dhikrin që po ka thonë, se që ky ban mrekulli, është që i dhikri që ti se nxirr për menës edhe në momentin që tu ballafaqu me armikun tan, e nëse tu ballafaqu me armikun, s'ban me harru dhikrin. Këtë përditshmërinë tonë, ku do të më kanë dhikri? Që këtë përditshmërinë tonë me tanat mirat, që këtë lehtësinë tonë të jetës me tanat mirat. Në çfarë dozët më kanë dhikri për Allahun subhanahu wa taala? Kështu që këto ajete në vëllezër na edukojnë që kapitujt e jetës mundon më kanë vështira, mundon më kanë sfidueshme. Kapitujt e jetës mundon më kanë shumë me bartron, ama shumë lehtësisht mund të mi ka përsy ai i cili e ka një përkushtim farzët Allah subhanahu wa taala, namazin e natës edhe në dhikr, dhe kët e ka vërtetuar selefiun. Kështu që s'kena nevojë me vërtetu. Është qartë? Ne e vërtetohemi thjesht me na ushtu bindje për neve, ama nuk i jemi kësaj ull me pa apo del çështu. Ka me dalë se 3 gjeneratave të shty ka dalën. Ka me dalë se çështu e ka thënë Kurani. S'mundet me ta ndryshe. Kush e ka përkushtimin e fuqishëm në farz? Edhe e madhnon farzin, edhe fa namazin e natës, edhe bën dhikr Allahun, ky ka tjetër, domethënë auto-udh në jetë, në cilën hon ky udhton me shpejtësinë më të madhe me lenin Allah subhanahu wa taala. Elos Allahu me na shtubindjen, o sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.